Atëherë Altin, unë kam përzgjedhur diku tek 8 erëzat apo dhe bimët aromatike më të përdorshme në kuzhinat tona, për të cilën do doja të flisnim nga pak për rreth karakteristika vlerave që ato kanë. Ta nisim me mandanozin? Me mandanozin, okej. Mandanozi mund të quhet një bibliotek informacioni që futet në trupin tonë. Dhe jo ku më kohë të shquajtur kimoprotektive. Kimoprotektive do të thosh që mbron sistemin ton të ADN-s, parandalon dëmtimin qelizor për të shfaqur tumoret. Është nga erzat më të përdorura sot në botë, por në pjesën më të madhe të saj dërmohet dhe shkatrojnë vlerat në momentin e procesit të gatimit. Mandanozi është diuretik, është pastrues gjaku, ndihmon tretjen, detoksifikues, përmirëson metabolizmin dhe nxit oreksin. Lufton anemin dhe artritin dhe redukton dhe fryrjet e barkut. Në mandanoz ne mund të gjejmë vitaminën A, C, E, K, B2, B1, B3, B9 e të tjera. Ka nivele të mira të kaliumit, të hekurit, të bakrit, të zinkut, të kalciumit, të magnezit, madje është gjetur dhe omega 3. Ka cilësi antibakteriale sidomos për shëndetin e dhëmbëve, për problemet e lëkurës duke eliminuar problemet që ne kemi lëkurë. Gjithashtu mandanozi rrit alkalinitetin në trupin ton duke ulur nivelin e acidit. Lufton kërpurdha si kandita apo dhe kërpurdha të tjera mykotike. Ka një lëndë mandanoz që quhet apioli, i cili gjendet për parandalimin e infeksionit të sistemit urinar. Dhe prandaj është dhe një diuretik natyral për të larguar dhe urinën e tepërt nga veshkat apo nga fshiksa. Gjithashtu përmirëson tretjen dhe bën dhe përthithjen e lëndëve ushqyesve të jenë më të mira. Pra, vetë mandanozi duke konsumuar ne përthithi më mirë lëndët ushqyese dhe bën shumë mirë për problemet e gazrave në zorë ose në stomak apo dhe për problemet e fryrjes. Sipas ulëmtimeve mandanozi rrit prodhimin biliar dhe lëngjet e shëndetshme të stomakut duke bërë që të shtojë disa enzima të përthithjes së ushqimit që të bëhen më mirë. Dhe me gjithë të tjerave, gjithë mandanozi, me bima, rënja, fruti, çfarë do që ka, është një ilaç efektiv kundër diares që duhet përdorur. Pra, mund përdorur për diaren. Pioli dhe myricicina, e cila ndodhet tek mandanozi, janë përgjigjës për problemet diuretike dhe mbarvajtjes dhe të gurëve të veshkave dhe të gurëve të tëmthit që i largon nga trupi. Dhe po ashtu ka nivele të larta të folatit, pra vitaminës B9, që duhet përdorur domosdoshmëri sidomos nga gratë shtatzana. Ka dhe nivele të larta të vitaminës B. Dhe mos harrojmë, vetëm një çaj mandanozi ka 20-25% të vlerës ditore të vitaminës B9, pra të folateve. Ka nivele shumë të larta të hekurit, të cilat na bëjnë që ne mos kemi probleme me anemin, por ka vitaminën C me sasi të lartë, e cila bën përthithjen e hekurit dhe kjo është edhe më e rëndësishmja. Ka nivele të mira të kalojmë dhe tek erzat e tjera, Altinoj, mos zgjatemi shumë tek secila, se kam dhe një 7 të tjera për të përmendur. Unë jam dakord, të më falësh ju keni kohën tuaj, keni dispozicion kohën tuaj dhe unë ju falenderoj që çdo javë jam pjesëmarrës në program. Nëse ka një nga arsyet që unë kam refuzuar shumë televizione të tjera apo emisione të tjera, është se më duket si mbushje topi ose mbushje emisionesh për 10 apo 12 minuta që nuk jep. Juve më keni lënë një hapësirë goxha të konsiderueshme për të dhënë një informacion. Qëllimi im nuk ka qenë të dukem më dalë në televizore për të marrë lajke. Qëllimi im ka qenë një mision dhe ju ma keni realizuar të dhe unë ju falenderoj përzemërsisht si emision. Ne të falenderojmë. E kemi quajtur shumë utilitar informacionin që u përcillni. Të kalojmë tek koperi. Të themi diçka shumë të thjeshta. Rregullon problemet e hipertensionit dhe të kolesterolit. Pra uljen e kolesterolit. Gjithashtu shëndetin e kyçeve dhe të kockave, sepse ka lëndë shumë të larta të ushqyese, pra vitaminës K, vitaminës të fosforit, kalciumit, që thamë etj etj. Gjithashtu dhe të osteoporozës, dhe sepse ai ka mund të themi që krijohet nga nivelet e ulta të kalciumit të osteoporoza dhe nga një aminoacid homocisteina. Dhe pikërisht acidi folik bën që të ndihmohet zbërtimi i homocisteinës. Mos harrojmë që vetëm një fixhan mandanoz përmban 90% të vitaminës C që ne mund të marrim në ditë. Po gjithashtu ka vitaminë të lartë, vitaminës A që bën pastrimin e gjakut, direkt ndërhyn tek limfocitet tona dhe ka gjithashtu edhe për shërben shumë për retinën e syrit dhe për pigmentimin e lëkurës. Ka nivele të larta të klorofilit që kanë një nivel shumë të mirë të oksigjenimit të gjakut dhe të mushkëlive dhe efekte antibakteriale. Ka myricetin. Duhet të kuptojmë këta gjëra se njerëzit nuk i dinë këto dhe nuk thuhet kur. Ka myricetin, e cila ndihmon në parandalimin e kancerit të lëkurës sipas shoqërisë amerikane të onkologjisë
e cila ka bërë një studim 2015-2023. Ka apigenin, një kimikat natyral i gjetur Majndanoz që demonstron në ndihmimin e tumoreve 86% të qelizave të kancereve të mushkërisë. Dhe këtë e thot Shoqata Amerikane e Kancerit dhe Shoqata Amerikane e Mushkërisë dhe Universiteti Johns Hopkins. Ka Carnosol, një kimikat në Majndanoz që është i lidhur me parandalimin e kancerit gjirit, të lëkurës, të zorës tras dhe të prostatës. Ka një kimikat tjetër i cili quhet luteolina, e cila është një agent i jashtëzakonshëm në parandalimin e kancerave dhe përdoret në banat kimioterapike dhe po ashtu sidomos për problemet e kancerit të mëlçisë. Majndanozi ka dhe quercetin, antioksidanti nga më të fuqishëm që parandalon inflamacionet në trupin tonë dhe lufton histaminën për të ulur nivelet e helmeve në trupin tonë. Ka urecentin, një antioksidant i cili është për terapinë e prostatit dhe kancerit të prostatës. Dhe po ashtu unë të thash që ka dhe opsin, e cila është një pigment që gjendet në opsina faktikisht është një pigment që gjendet në retinën e syrit, ndërsa rodopsina, e cila është në Majndanoz bën që ne të shikojmë më mirë natën dhe të kemi më mirë probleme. Shërben shumë i për gjendra ndiveshkore dhe problemet e mira të situatës. Se na ikën minutat Altin dhe nuk kemi kohë për erzat e tjera. Vetëm e mbarova. Gjithashtu është e mira për menstruacionet, për ngërçet e menstruacioneve dhe ka nivel shumë të lartë të bakrit për problemet qoftë të pankreasit, qoftë të diabetit, qoftë problemet e trurit, të zëmrës, të muskuleve e të tjera. Gjithashtu ka nivele shumë të mira të lëndë ushqyese për pasurimin dhe mosrënien e flokëve dhe të lëkurës dhe do të përdorur patjetër për gratë shazana edhe për to që unë thash.